Për herë të parë në historinë e Big Brother të Shqipërisë ka hyrë një banor me nevoja të veçanta. Bëhet fjalë për Stenaldo Mahillin, i cili humbi shikimin kur ishte vetëm 6 muajsh. Siç tha gjatë prezantimit të tij, moderatori Ledion Liço deklaroi se Stenaldo është i pari që ka prekur shtëpinë dhe ka qëndruar për disa ditë. Për herë të parë në historinë e Big Brother në Shqipëri dhe në të paktat raste në botë, pjesë e kastit të këtij edicioni do të bëhet edhe një banor i verbër, ka thënë Liço. Stenaldo Mahilli, 28 vjeç, ka lindur në Fier dhe sot jeton me nënën dhe vëllain. Rruga e tij jetësore është shënuar herët nga një ngjarje e rëndë, vrasja e tatit, e ndodhur kur ai ishte vetëm 3 muajsh. Kjo humbje e hershme ka ndikuar strukturën e sistemit familjar dhe ka pozicionuar nënën si figurën qendrore të lidhjes emocionale dhe funksionale përgjatë gjithë zhvillimit të tij. Në moshën 6 mujore, si shkak i një infeksioni të rëndë, ai humbi shikimin. Pavarësisht kësaj, ai ka përballuar vështirësitë pa u vendosur në rol viktime dhe në dëshirën për të vlerësuar për aftësitë, përpjekjet dhe arritjet e tij, e jo nga rrethanat personale apo karakteristikat fizike. Mahilli mori pjesë në The Voice për të ndjekur ëndrrën e tij për muzikën, por një tjetër pasion i madh ka qenë gazetaria. Ka punuar në Top Albania Radio dhe e kujton si një nga periudhat më të bukura të jetës. Më pas, largimi në Gjermani për të punuar e ka bërë edhe më të pavarur. Stenaldo mësoi të gatuante, të orientohej në rrugët e qytetit, edhe pse nuk përjashton që në shumë raste është gjendur edhe në rrezik e vështirësi. Rikthimi në Shqipëri vjen si pamundësi e nënës së tij për të përshtatur me jetesën në Gjermani. Big Brotherin e ka ndëruar prej vitesh dhe mendon se do të jetë eksperjenca që do jap një drejtim të ri personal dhe profesional. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.